Po shkoj për shashka. Zotë Durmishi, a keni ngatru vendin ku keni me u intervistua, pse përfundoi kaq shpejt? Ma kanë ngatru ata vend. Ku ke me u intervistu? Vendin e ngatroi, por jo dhe qëllimin për cilin u nis. Ndonë se jo në prokurori speciale, si i dyshuar, zëvendës ministri në dorëheqje i infrastrukturës, Hysen Durmishi, u intervistua të premtën e 18 prillit në Departamentin e Hetimeve në Policinë e Kosovës. Durmishi u më në pyetje nga hetuesit policor lidhur me kallëzimin penal për korrupsion që kompania Sallahu SHPK e bëri ndaj tij e të tjerëve për projektin e zgjerimit të rrugës nacionale Prishtinë-Pej, segmenti Kiev-Dolc. Pyetjeve të hetuesve policor Durmishi u përgjigj për rreth 1 orë. E pas intervistimit si i dyshuar, ai tha për kiksin se kallëzimi penal i bërë ndaj tij është i qëllimshëm dhe i bazuar në thashe theme. Kjo ka të bëjë me një kallëzim penal që ka bën një operator ekonomik që bën kallëzime penale ndaj meje pothuajse për secilin rast. Bëhet fjalë për operatorin ekonomik Sallahu, për të cilin prokuroria i ka ngritë edhe akt akuzë për një rast tonin, tash kjo po duket e qëllimshme, pa asnjë fakt, pa me thashë theme, me gjëra se unë kam ndiku në procedura që janë zhvilluar për rrugën Kiev-Dolc. Para hetuesve, ai mohoi se ka ndikuar për përzgjedhjen e kompanive fituese. Unë ju tregova edhe hetuesve policor që unë aty jam në cilësinë e zëvendës ministrit me autorizimin ministrore dhe puna ime është vetëm të nënshkruaj kontratën kur i ka kalu të gjitha filtrat, të gjitha procedurat dhe nuk ka pas shkelje ligjore. Të gjitha këto kontrata janë nënshkru pas vendimeve të OSHP-s. Pra, nuk ka asnjë 3 kontrata që janë nënshkruar dhe një që është anuluar si procedurë janë me vendimet të OSHP-s. Pra, s'kam pas se si të ndikoj unë në këtë procedurë. Përveç Durmishit, përmes këtij kallëzimi penal, kompania Sallahu po e akuzon për korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare edhe ushtruesin e detyrës së menaxherit të prokurimit në këtë ministri, Shefqet Emrullahu, dhe anëtarët e komisionit rivlerësues të këtij projekti në përbërje të Florie Pajaziti si kryesuese dhe anëtarëve Afërdita Shkoreti dhe Hysein Dobërçani. Në kallëzimin penal që mban datën 23 korrik 2024, kjo kompani e kallëzon penalisht Durmishin, të cilin e akuzon se ka porositur dhe ka ndikuar në raportin e komisionit rivlerësues të tenderit të 32 milion eurove për loti 1. Sallahu fillimisht e fitoi loti 1 të këtij tenderi me ofertën e 7.1 milion eurove, por që pas rivlerësimit, komisioni e eliminoi nga ky tender, duke ia dhënë këtë lot kompanisë e cila e kishte ofertën më të lartë. Durmishi fajsohet se në shenjë hakmarrje pasi që ishte intervistuar nga specialja për një kallëzim penal që ja bëri kjo kompani për një projekt tjetër, i kishte thënë komisionit rivlerësues që ta injorojnë ofertën e kompanisë Sallahu. I njëjti në takimet në të cilat mbahej vlerësimi i ofertave, kishte shkuar dhe ju kishte drejtuar komisionit vlerësues mos u ndalin te Sallahu, pasi që ne kemi qenë në radhë se operatori ekonomik i përgjegjshëm me çmimin më të lirë, rrjedhimisht konstatohet fakti se po ashtu ka ndikuar te komisioni i rivlerësues lidhur me vlerësimin dhe rekomandimin me kontratë, gjithsesi eliminimin ton. Prandaj kjo porosi e Durmishit sipas kompanisë Sallahu ishte bërë sebe për eliminimin e saj nga gara për këtë tender, ndonse pretendon se i kishte plotësuar të gjitha kërkesat e tenderit dhe për më tepër kishte qenë kompania me ofertën me çmimin më të ulët, që është kriteri kryesor i përzgjedhjes së fituesit.